Të martën, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj ministres në detyrë të industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë Rozeta Hajdarit lidhur me çështjen e kontraktimit të rezervave shtetërore. 3 ditë më vonë, ministra Rozeta Hajdari thiri konferencë për media. Para gazetarëve, ajo mes tjerash e ka quajtur të rësisht politike ngritjen e akt akuzës ndaj saj për rezerva shtetërore nga Prokuroria Speciale. Çdo pretendim tjetër është vetëm pohim në dobi politike që është plotësisht i palejueshëm e i pamoralshëm, marrë parasysh situatën në të cilën gjendeshim gjatë muajve shkurt dhe mars të vitit 2022. Mbi të gjithat e ashtu quajtura prova të Prokurorisë Speciale janë mbledhur jashtëligjshëm përmes hetuesve që kanë zbatuar urdhrin e prokurorit Valdet Gashi, i cili i ka dërguar në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë pa certifikat të sigurisë. Si arsyetim, Hajdari ka përmendur luftën në Ukrainë dhe rrethonat e vështira për sigurimin e rezervave. Sigurimi i produkteve bazë përbën një shtyllë themelore të sigurisë shtetërore, sepse këto produkte janë baza absolute e ushqimit të popullsisë. Në çdo situatë krize, qoftë konflikt ushtarak, krizë ekonomike, fatkeqësi natyrore apo ndërprerje e zinxhirit të furnizimit, shteti duhet të garantojë që qytetarët të kenë qasje në ushqimet bazë që mbajnë gjallë familjet, funksionimin e institucioneve dhe të shoqërisë sonë. Tutje, Hajdari ka deklaruar se kryeministri në detyrë, Kurti, nuk ka pasur lidhje me këtë rast, ndërkaq sipas saj ai vetëm e ka aprovuar kërkesën e tyre të ligjshme. Prokuroria Speciale ngriti akt akuzë ndaj Hajdarit dhe disa zyrtarëve të tjerë e një biznesmeni në ndyshimet se kanë keq përdorur detyra zyrtare për përfitime financiare për persona të tjerë dhe i kanë shkaktuar dëm buxheti rreth 3 milionë euro me rastin e kontraktimit të rezervave shtetërore gjatë vitit 2022. Madje sipas akt akuzës, Hajdari ka qenë në dijeni se çmimi i grurit të importuar nga një kompani turke ka qenë rreth 200 euro më shtrenjtë për ton, por prapse prap është vendosur të vazhdohet me çmimin më të lartë.